Mirëmbrëma zoti Meta dhe mirë se erdhët në studion e Bypassit. Mirëmbrëma. Shpresoj që të jeni gati për këtë përballje të pashoqe. Patjetër, do të përpiqemi të përgjigjemi gjithë interesimit tuaj dhe të teleshikuesve tuaj. Ftojmë gjithashtu dhe kryeministrin e vendit zotin Edi Rama. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në studion e Bypassit. Nuk e gjera. Besoj se edhe ju zoti Rama mezi e keni pritur këtë takim apo jo? Më në fund kam mundësi të bëj një debat me opozitën, se e opozita vetme që na ka mbetur. Për momentin ama, pasi nga kreu i opozitës, akoma nuk kemi ndonjë konfirmim për mbritjen e tij. Mbase nuk e ka kapur dot Ramën. Ja ku po vjen. Mirëmbrëma zoti Basha. Spari, të falenderoj për ftesën në këtë studio. Është kënaqësi, por ama përpiquni që të kapni ritmin, se për pak ne menduam se mos na bojkotuat. Do rregullohet gjatë emisionit, mos kemi merak. Presojmë që t'ja u fal këtë vonesë zoti Meta, pasi një nga sloganet e tij në fushat ka qenë të eci më shpejt. E bëj këtë gjë për atë doktorit. Të cilit doktor? Të kardiologut apo të ginekologut? Tani ti nga që s'ka opozitë Shqipëria do të marrësh rolin e tyre, pse jo? Ja fala kryeministit të batut pasi zoti Basha akoma nuk kishte ardhur, por nuk mund ta bëj këtë gjë tani që opozitën ju e keni përballë. Tani zoti Basha e din edhe kolegët e vet demokrat thonë që ky shpret nga ky gënjen për qef. Si gënjen për qef? Pyete për orën, tha, po sa tha gabim, tha. Se ka kënaqësi ku gënjen. Si do t'i përgjigjeshit kësaj akuze zoti Basha? Po kush merret me retorikën e Ilir Metës, e pesha siklet është. E pe që s'kishte as qetësi as dashuri. Atëherë të pyesim zotin Rama si i paanshëm në këtë konflikt. Zoti kryeministër, si e shihni këtë opsion mbi orën e kreut të opozitës? Vetëm një gjë. Kur më thua do pyes atë për të marrë vesh vërtetën, më shokon. Pra, si që shikoni, zoti Basha dhe kryeministri janë në një mendje me zotin Meta. Më thuaj me kërit të them se cili je. Okej, atëherë vazhdojmë më tej me pyetjet sepse edhe kohën e kemi të kronometruar. Pyete për orë, ora është 11:02 minuta tani, po e pyet atë thotë është 12:05. Zoti Meta, ju lutem, Do të jemi çik më serioz me qytetarët dhe me fenomenin. keni plotësisht të drejtë. Edhe qytetarët kanë të drejtë që të paktën orën ta dinë me saktësi. Ç'është ky muhabet idiot? Ju lutem zoti Rama, ju ftoj që të bijem dakord për të mos krijuar çare të koalicionit. Zoti Meta sapo shfaqi shqetësimin e tij për orën. Ja çfarë do të thotë ta nxjerrësh nga konteksti një frazë. Po unë nuk po nxjerr asgjë nga konteksti, pasi zotin Meta e kam përballë. Mos merrim atë si ti e pe. Njëri kishte humbur qetësinë, tjetri i merresh te fryma. Unë mendoj që këtë intervistë ta bëjmë me radhë, se po u futët në debat, kush e di se kur përfundojmë. Sa do doja që të kisha këtu dhe kryetarin e ri të bashkisë. Eriona, kush Eriona? Eriona? Erion, zoti Meta. E di që aleanca juaj është bazuar kryesisht në divizën feministe, por të paktën na i lini ca burra në këmbë. Po jam mësuar shumë me bardhëzinë e Saliut, prandaj të bëjmë përshtypje ngjyrat dhe nuk shikon përmbajtjen. E dëgjove çfarë tha? Zoti Basha, kur flitet për Berishën, jo gjithmonë flitet edhe për ju. Apo jo, zoti Meta? O zotri, orën e kishte Sali Berisha atëre. Sali Berisha të ora nuk të gënjente. E shoh zoti Meta që ju ka ngelur ora tek ora, por realisht, si qëndron kjo punë, zoti Basha? Ka dyshim që realiteti çekohet në 2 mënyra. 3 mënyra. Në 2 apo në 3? Se pastaj njerëzia fillon edhe beson këtë punën e orës që thot zoti Meta. Nuk është standardi i besueshmërisë në Shqipëri, zoti Meta. Atëherë, që të krijojmë një standard, po e fillojmë me kryeministin Rama për të vazhduar më pas me secilin. Siç e keni parë që në fillim të kësaj interviste, radha nuk ka patur si kriter gjatësinë. E më lejoni tani do t'ju them diçka që s'e kam thënë ndonjëherë, se s'kam dash të bëj historira. Në emisionin tim i vetmi që tregoj historira jam unë, ndërsa ju lutem, mbani vendin tuaj si një nga personazhet kryesor të këtyre historive. Fal. Okej, atëherë. Një nga problemet më të mëdha në Shqipëri është krahinizmi. Jabanxhinët nuk po e përballojnë dot sulmin e tironsave që i quajnë ata katundar. Çfarë masash do të marrë qeveria për këtë problem? Ajo që ka rëndësi është që nuk ka më qytet dhe katunar në fshat, po janë të gjithë qytetarë të barabartë që nga qendra e qytetit apo e bashkisë kryesore deri tek fshati më i largët. Po ju që jetonin Katund, çfarë statusi do të keni? Do jem në 21 qershor qytetar Tirana. 21 qershori ka kaluar, po duket se akoma nuk e besoni që jeni një qytetar venali. Zoti Rama, ju lutem, mos ma merrni për keq, nuk ishte tallje kjo, ishte thjesht një shaka. E para punës një herë që këtë fjalën tallje mos e përdor me vend e pavend. Ju kërkoj ndjes, por
arkivat tona mendoj se do ta kompromentonin mjaft statusin që ju keni. Regjia, ju lutem, inserti numër 32. Unë dua ta shikoj të plot këtë video. Kur të bangjeni të plot do ta komentoj. Kjo është e montuar dhe është e shkputur nga konteksti. Ju siguroj që është origjinale dhe ashtu sikur se ju thash ju kompromenton, pasi i bie që të keni konflikt interesi me mandjen e një shtullës. Juve e njihni shumë mirë median dhe duke marrë fjali apo fraza dhe duke i vënë në një kontekst tjetër, mund të nxjerrësh një kuptim komplet tjetër. Nuk i heq as edhe një pres i kësaj, sepse kjo intervistë është me montazh. Në qofse do të ishim live, nuk do të ishim kaq serioz. Për këtë në qofsen, të kam thënë dhe një tjetër në këtë studio, shqiptarët kanë një proverb me hallën. Unë mbaj mend atë proverb dhe juve me siguri e dini. Sigurisht që e di dhe nuk ka nevojë që të nervozoheni. Nuk nervozohen fare, jam shumë i qetur. Merreni me qetësi dhe me dashuri. Unë me zi prita të vi këtu. Edhe ne me zi pritëm që të na vini, kështu që them t'i futemi sa më thellë problemeve që kemi. Juve që merreni me çështje të thella, mund të thelloheni edhe mund t'i gjeni. Tani që po thellohem, jam kureshtar të di se si do ta prisnin në parlament rivalin tuaj të përjetshëm zotin Perisha, tani që jeni edhe majorancë vendore. Të gjithë në rresht me listë, ky është kuadrati, këtu do jetë Saliu, ne do t'i rrim anash dhe do t'ja bëjmë me dorë, të gjithë do të jenë në kohë në momentin kur ai do kthej kokën nga ne. Mbreslënës ky vlerësim për rivalin tuaj. Zoti Basha, ju si do e komentoni këtë filozofi të kundërshtarit tuaj politik? Është shumë keq për mos është çështje filozofie. Por mu kjo është çështje realiteti. Mund të jetë reale për ju, por jo për palën kundërshtare, sepse do të ishte diçka kontradiktore. Nuk ka asnjë kontradiktu. Dhe ti ngatrohesh kot. Mos u bëj Saliu. Ju lutem shumë të ruajmë etikën e emision. Mendoj që këto t'i lini për në sallën e parlamentit. Është turp kjo. Kjo që thua është turp. Nuk besoj që ta mohoni se në parlament bëhen të tilla batuta pa lidhje. Kush ta thotë? E kam me zë edhe me figurë, po kam haruar numrin e insertit. O zot. E po njerëz jemi edhe harrojmë. Pse ju nuk harroni ndonjëherë? Po patjetër, pse çfarë? Atëherë nuk keni pse habiteni kaq shumë. Okej, zoti Rama, por disa kandidatë kanë përdorur edhe mallkimet si metodë për të marrë votat. I lutem regjia, thusni inserti numër 47. Urimi i keq që po bëjmë unë atyre votuese që do votojnë bujarin Florën, u dalë të kanceri më në grykët. Edhe vdekjen të nesër. Po ju, a keni përdorur metoda të tilla dhe cilat kanë qenë ato? Të mallkuar qofshin të gjithë ata të cilët përdorin etnin apo fen për të marrë vota duke përçarë shqiptarët. Po pëlqen sepse është një mallkim më i moderuar dhe më pranë standardeve të kërkuara nga OSBE Odiri. Është një përpjekje për të budallepsur njerëz dhe për të peshkuar sa më shumë budallë. Mundet na jepni ndonjë formulë tjetër që keni përdorur për të peshkuar? Më jepni një, t'ju jap dy. Po jo, më jepni një, t'ju jap botën dhe detin t'ua bëj kos. Dhe me qëra fjala, kosi hajt apo pijet? Më vjen mirë që sot po bëj profesionin tim të vërtet. Pra, po bëj pak a shumë humor. Nuk e bën dot. Ashtu? Dhe mendoni se do ta fitoni një përballje humori me mua? Mund mos ta fitoj, dakor? E po shqyr që të paktën ndonjëherë mendoni se edhe mund të humbisni zoti kryeministër. Unë jam kryeministër, s'jam kryeministër. Jam Edi Rama dhe unë ditë flas vetëm drejt. Aha. Më shiftu në sy, mos lexo mesazhet nga Shqupi. Po lexoj mesazhin e një qytetari i cili po thot përse i shkulet domatet edhe mbollët palma në autostradën Tiranë-Durrës. Ky vend meriton, dhe këta njerëz meritojnë lule, këta njerëz meritojnë pemë. Pemët i kemi parë, po lulet ku janë? Në këtë vend lulet i han derrat. Versioni sakt do të ishte i han gomerët. Se mund t'ja u përdori nesër në media si një mashtrim në lidhje me reformën në bujqësi. Si kam fare problemun mediat. Mediat bëjnë çfarë duan. Jam mjaftueshmërisht media e fuqishme vetë që nuk më bëni dot absolutisht të zezën të barë dhe të barën të zezë kur vjen fjalët e unë. Kështu se kam problem fare. Në ç'formë shkruani lajmet në këtë personal median tuaj? Më mjafton
video selfie edhe bëj... Dhe bëni që lajmi të shkojnë në drejtimin e duhur. Dhe nuk mjafton vetëm një selfie. Ju duhet edhe një zok. Po patjetër, pse qa? Do lë vetën time në dorën tuaj. Absolutisht jo. Më mirë në ato të zogut. Të po flasim me ti për shkak të konfidencës që kemi, nuk është për mungesë edukate. Mos u kompleksoni, zoti kryeministër. Më flisni si të doni, unë thjesht do të shtirem sikur po ndihemi thyer. Je vetë dëshmitar, kam propozuar më shumë se Bruno Vespës për të shkuar në atë... E di, por mendoj që ta lëm Bruno Vespën dhe të na shpjegoni diçka më shumë rreth kësaj media suaj. Twitteri 140 gërma ka, nuk mund të shpjegosh më gjatë. Dhe ta mendosh që vetëm 36 gërma ka alfabeti ynë dhe ne nuk na mbyllet goja. Ledio, Fevziu pra. Unë e kuptoj lodhjen tuaj të këtij muaji ndaj, më lejoni që t'ju kujtoj ndonjëherë që jeni në bypass, zoti kryeministër, dhe jo tek Fevziu dhe aq më pak tek Çani. Tani, unë desha t'ju bëj edhe një pyetje të fundit. Po shkel një parim elementar që e ke vendosur ti në këtë studio. Cilin parim? Në fund fare, të ftuarit i thua ke ndonjë mesazh për teleshikuesit? Ju lutem, bëni durim. Kur të mbarojnë edhe të ftuarit e tjerë, do t'jetë momenti i përshëndetjeve. Tani, pyetja ime do t'ishte, si ju duket zoti Basha tani pas 21 qershorit? Fevziu sot ta po më duket ta sikur ka humbur gjithë lekët në Bixhos. E vërtet është kjo zoti Basha? Jo, unë e di se për çfarë keni fjalën, por nuk mendoj se ky është interpretimi i duhur. Interpretimi i duhur është se kryeministri po thotë që ju edhe stafi juaj nuk dini të luani me letra. Ky piktori dështak do t'i tregoj stafit tim për letrat, po ky s'ka staf kryeministrin tregon mua stafit. Çfarë jeni gatshëm që të lini tjetër për t'i treguar kundërshtarit tuaj që nuk jeni nga ata që hiqni dorë? Lë një vizion, lë një plan, lë projekte të filluara dhe të financuara pavarësisht prej bllokimit të Edi Ramës që e kemi tavolinë dhe që të gënjej unë brëm këtu. Lë 229 vepra publike, rrugë, trotuare, kopshte, shkolla, qerdhe, lulishte, sheshe. Duhet ta pranoj që jeni vërtet njeri këmbgulës kur vjen puna për të treguar vlerat tuaja. Por ama, mos harroni të merrni edhe faturat se këta janë shumë të fiksuar pas faturave. Sigurisht që kemi një faturë e cila s'është mbyllur, do të mbyllet në javën e ardhshme. Pse e keni ndërmend të luani akoma? Ka diskutim që po. Okej, tani për të bërë një analizë të thjeshtë. Kush mendon se ndikoi në humbjen tuaj të 21 qershorit? Këta dy mashtrues. Jo. Këta nuk ndikuan. Këta ju mundën. Jo fare. Si jo? Asnjë nga këto nuk qëndron, po të më lësh përgjigjen, do t'i marrësh përgjigjet një për një. Më mirë ta lëm këtë punën e humbjes se do të dilni të humbur. Si pas optikës suaj, cila do t'ishte një metodë më e mirë për të hyrë elektoratit në zemër? Ka një mënyrë është për të pyetur njerëzit. Jetoni më mirë? Çfarë problemi keni? Asgjë. Thjesht duam të dim se sa është ora, do të thonë ata. Prit një sekond, kjo është zbavitse. Mendoj që të mos zgjatemi me këtë punën e orës se po na ikin minutat. 2 minuta, realisht 2 minuta vendose. 2 minuta nuk mjaftojnë për të shprehur shumë, por pse mendoni ju se jeni figurë më e besueshme se dyshja Rama Meta? Se këta nuk bëjnë dot atë që bëj unë ditë për ditë. Ta sfuten dot mes njerëzve, si ju japin dot dorën, si shohin dot në sy, nuk bëjnë dot mitingje siç bëj unë, i ulin atje si mumje nëpër karrike. Pse? Sepse këta kanë 2 vjet që i gënjejnë njerëzit. A ju bezdis fakti që kundërshtari juaj është më gjatë se ju? Ata që zgjatën shumë të rrejnë, unë e kam shumë shkurt, më le. Ju lutem, nuk është nevoja që të na tregoni për masa tani. Po ta dëgjosh deri në fund do bish dakord me mua. Jo, nuk kam ndërmend që ta dëgjoj. Ka bëjë me ty nesër, do dëgjoj deri në fund do burr. Ju lutem, të mos u mbasim kohë. Ke menduar se nuk është lloj kalamajsh kjo? Okej, ma thuaj. Ma shikon sy. Po, kë sy të mbaj më shumë të hapur, të majthin apo të djathin? Të dyja. Dakor. Po të sot nesër është nesër. Ju lutem zoti Basha, nuk kemi kohë për lëra fjalë se edhe pak edhe do e mbyllim. Papagalli, o tope, ai do ta mbylli. Tani nuk ka nevojë që ju të na përmendit të tilla objekte vetëm për faktin se kryeministri përmendi hallën. O tope, papagallo do të thotë e tha dhe papagalli. Ju falenderoj për iluminimin. Kujtova se ishte fjala për tjetër gjë. Qa thot Rama, thot papagalli. E tha dhe papagalli. E po, kjo është karakteristika e papagallit, zoti Basha, të imitoj të tjerët. Tani, mendoj që ta lëm këtë dhe të fokusohemi tek pyetja e fundit. Zoti Basha, cila do të ishte filozofia e juaj në zgjedhjet e ardhshme? Të kapin qatë kapin. Të marrin qatë marrin, kap qatë kapësh, qatë marr vorën, të marr bizneset. Pra ju do të ndiqni këtë filozofi. Okej, shumë bukur. Tani kalojmë tek ju, zoti Meta. Mund të di më shumë rreth kauzës suaj të majtë feministe që ju po ndiqni? Po ti që e fokusuar kisha çu vjerën time të votonte në Vor. Pa do votojnë në Tiranë.
Flitet se ju e keni bërë këtë për inat të Berishës se ai ka qenë i pari që ka propozuar këtë nisëm bashkë me ligjin për LGBT. Berisha ka të merë nga gjërat e bukura, unë t'je di që kam pikë dobët edhe. E kemi vënë re, po nga se e buron kjo dashamirësi? O zotri, ne këtë reforme kemi dhurat nga Partia Demokratike. Pra ju koalicioni i majtë bët një reform të djathtë. Po mirë, si e vut këtë në zbatim? Po me qëtësi. E çfarë pritet që të dalë nga kjo reforme djathtë e realizuar majtas? Po gjërat bukura do shohim tartën, t'jeni sigurt. Qetësia është slogani bypassit, gjë të cilën ju aurojmë edhe juve. Jo më lësia e qetë është absolutisht dhe ka përqenë gjithmonë e qetë. Të tjerët janë pa qetë sepse ndjejnë rritjen e lësisë. Çfarë bëjmë ne? Tu ofroni ndonjë vend pune? Ta mohabet e kot. Jo, ishte thjesht një sugjerim. Mund të mos e merrni parasysh, Nuk kam dërmend të merrem me njëri kaq dëshpëruar. Nuk shoh se të jemi dëshpëruar, zoti Meta, sepse unë nuk kam humbur në një palë zgjedhje. Tani, më të shiko mua në sy. Janë keni që të gjithë të fiksuar tek syt sot. Po, më shiko pak se unë po të shikoj tërkohën, unë nuk shikoj celularin. Janë votuesit tuaj që më thonë t'ju pyes kur do të fillojnë punë. Tani, që t'jemi fare të sinqert se nuk jeni shumë korrekt, po unë du t'jem korrekt se ju i regjistroni edhe mas 2 vjetësh vi prap tu. Na duhen për arkivat, zoti Meta. Por një tjetër qytetar po më kërkon t'ju pyes për pasurinë tuaj. E vetmja pasuri që ka Ilir Meta është po jashtë po, jo jashtë jo, kaq. Nuk më mbetet gjë tjetër veç se t'ju falenderoj për përgjigjet tuaja lakonike dhe për praninë tuaj sonte në Bajtas. Faleminderit juve në të rishurësit tuaj. Zoti kryeministër, faleminderit dhe ju që ishit sonte me ne. Të uroj pushimet mbara që të vishi freskët herën tjetër se sot Them se gjiri i Larzit do më relaksoj, ndërkohë unë ju kërkoj ndjes, por për efekt kohe nuk ju lë dot hapësirën e përshëndetjes. do të lutem vetëm për një gjë. Luli t'jep ta bëj. Lutem. Zoti Basha, kryeministri po ju dhuron përshëndetjen e tij, kështu që përfitoni nga rasti. Me këtë ëndër, po e mbyllim edhe sonte këtë bypass, duke ju uruar ju të dashur teleshikues, por dhe më shumë ju që na udhëhiqni, relaks dhe vetëm relaks. Relaks.